tregon Ibn Kathiri se Zeidi ka qenë njëri i cili është quar për gjuhë, edhe është quar për shkrim. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka marrë Zeidin për me shkruajt Kur'anin. E ka marrë Zeidin për me shkruajt Kur'anin. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Firmani Zeidin, edhe ne të mbjene me pllaka edhe me ngjyrë." Edhe kur i kanë zbrit ajetet i ka thënë shkruaj Zeid. E përmendëm rastin kur ka ardhur Abdullah ibn Ummi Mektumi apo i verbori, edhe o kon mas. Edhe o kon të shkujt ajetin Allahu te bareke ve teala, la yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli dharari, kjo ghayri uli dharari s'ka pas zbrit. Ka zbrit vetëm fjalë Allahu wal mujahiduna fi sabilillah. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, nuk janë barabar ata që dalin luftë me ata që dalin luftë. Edhe u kanë maski i verbëri muezini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, unë nuk mundem. Unë du po s'muna me dal luftë. Atare ka zbrit fjallë Allahu gjelluala gajru ulit dharar, përveç atyre që kanë në zarar në trup, ata përjashtohen. Thot Zeidi e mora e shkrujta gajri ulit dharari, e ka shkujt shpadin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullah, për 15 dit e ka mësue gjuhën e jehudive, për 18 dit e ka mësue gjuhën e persianve, dhe gjithashtu e ka mësue edhe gjuhën e romakve, edhe e ka mësue gjuhën e Abesinijës. Apo gjuhën nga vjen Biladi radiallahu an, thot dhe ka qenë nga ata që e kanë përkthi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fjalimin. Për shembull dhe ka quajtur dikush fjalim, edhe çka ka në atë fjalim, ja ka përkthi Zeidi. Sa është e rëndësishme kjo vëllezër. Sot për shembull gjuha, domthonë nuk kemi tash të tema e gjuhës, pasi që jemi te Zeidi. Gjuha është gjëja më e shtrenjtë që ekziston te njeriu. Allahu Gjellu Ala, kër e ka përmend begatin në surë Rahman, e ka qenë këtë surë Ar-Rahman, Rahmani, apo allama al-Quran, e ja ka mësu njerit Kur'anin, khalaqa al-insan, pastaj ka dhënë ka kriju insanin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, krijimi i insanit ka parapri Kur'anit. Pse e ka përmend njëherë Kur'ani pastaj insanin? Ka dhënë se nëse njeriu nuk mëson, nuk din gjuhë, atër, për shembull, sa ka peshni me mecë në botë? Për nga, çka mundet me baj? Së mundet me baj kur gjë? Sa ka pesh në botë njani që ka zdi me shkrujt? Sa ka pesh? Ska pesh? Ato i shkrimi. Allahu gjëgjën e pashe e ka kriju lapsin, edhe i ka thonë shkruj. Ato i sot gjuhë, mësoja e vladi ta në gjuhët. Mësoja gjuhën arabe, mësoja gjuhën e Kur'anit, mësoja dhe gjuhë tjera. Sot janë pikë, për shembull, thot, jam dhja mësu o gjë anglishtën. Apo? Ani mirë, mësoj anglishtën, gjermanishtën, jam të mësu gjermanishtën, jam të mësu gjuhën franceze, mësoj gjuhën franceze, jam të mësu gjuhën turke. Mi po gjuhën Kur'anit, gjuhën të cilën Allahu i ka folë Muhamedi sa me ta, na namaz, apo nga se pasi që jemi këtu të gjuhë arabe, shpes për i shojmë disa njerëz cikletave në piksajnë, apo? Edhe janë nisin të u bëhe, do më thonë, më një loj arrogance, apo thonë, edhe mundohet me kalzu, e dina o gjithë që e di gjuhën arabe, o t'ja di që e të folve. A di që më thonë me ditë gjuhën arabe, gjuhën e Zotit. A gjithë rishkru në komend, thot Allah nuk e di gjuhën Shqipe, ha? Po e di gjuhën Shqipe. Apo e di gjuhën Shqipe. Po Allahu Gjellaluhu ka zgjedhë që gjuha e Kur'anit jetë gjuhë arabe. Pse? O dhe zë gjuha Shqipe i ka 37.000 fjallë. 37.000 fjallë. Apo gjuha angleze, do më thonë, sa mund mi pa mbi 600.000 fjallë. A dini sa i ka gjuha arabe? Që shpeshet njëzë përdojnë e binë së të këtë mund, a përdojnë, gjuha jo gjuhë kjo. Apo, a gjithë të të, o gjuha anglishtja, 12 milion fjali ka gjuha arabe. 12 milion shkruje, 12 milion fjali. Kjo gjuhë e Kur'anit, gjuhë e gjenetlive. Allah në mundësovë që ta jetojnë në dunja e në akhirat. E ti e ki farz me fol arabisht 17 herë. A kupton sa ka pesh kjo? 17 herë në dit, ti kur merë të këbir, Allahu Ekber. Ti nëse thue Allah ja maj madhi, s'hin namaz. Nëse thue anglisht, Allahu është maj madhi, s'hin namaz. Nëse thue turqe, Allah ja maj madhi, s'hin namaz. Ani pse i lithi dur, s'ke hi namaz. Pa thonë Allahu Ekber, atër hi namaz. Nëse lexon, njëri thot, a ban mu falë shqip, s'ban. Nuk ban. Po që me lexu, falëndërimet i takon vetëm Allahu, jo, vetëm elhamdulillahi rabbil alamin. Apo, andë janë bajtu djetarë se pa fatiha s'ka namaz. Atë kjo është gjuha e shpalljes, e
E shiko, pejgamberi alayhis salam ja mësoi shumë gjuhë Zeidit, që të jetë gjuha sigurusi, mbrojtësi, garantusi se zban dikush dallavera. Sot devijimi vëllezër, a di ka vjen? E kanë vetë Hasan al-Basriu, që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij Khalq Af'al al-Ibad, Khalq Af'al al-Ibad. E kanë vetë Imam Hasan al-Basriu, i cili ka nejt me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë thënë atje në Irak kanë dalë njerëz sekte, devijuara. E komentojnë Kur'anin me trum, e komentojnë Kur'anin me logjik, apo ekstu me radhë, nuk e komentojnë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thënë nxënësat, pika kanë deviju këta njerëz. Pse po devijojnë këta? Kur'anin e kanë çaty. Çka ka thënë Hasan al-Basriu? Ehlakethumul ujma. Ata nuk e njohin gjuhën e Kur'anit. Nuk shkatrohet sot njeriu vëllazër, domethënë, pos nëse nuk e njeh gjuhën e Kur'anit. Me njoh gjuhën e Kur'anit, kur nuk shkatrohet? Pse? Sepse Allahu që ka dhënë nur, dritë, ama kur s'e dritën, devijon. Andaj Zeid ibn Thabit ishte nga ata që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam angazhonte për mësimin e gjuhëve. Gjithashtu, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndodh një luftë e madhe, i thojnë lufta e Yamamës, kur një fis i madh i arabëve luftojnë me Abu Bakr as-Siddiqun. Edhe në atë luftë vritën shumë hafëza, që e kanë ditë Kur'anin përmendsh. Atëherë Abu Bakr e thirr Omerin. Edhe i thot Omerit, thot jetë për cilë luftën janë të dek hafëza shumë. E hafëzi o konë a garantusi i Kur'anit. Kur ka pas dikush polemik, e kanë thirë ditra hafëza, qysha ajeti e ka rregulluar. Edhe lufta ka morë ashpërsinë e vetë. Atëherë kanë diskutue, edhe i ka thënë Abu Bakr as-Siddiqu, i ka thënë, kam frikë se po vdesin hafëzat e po na hub Kur'ani. Dhe kjo është për sebebe vëllezër. Dhe thot Sheikhul Islam ibn Taymija, me gjithë se Allahu e ruan Kur'anin, e ruan me sebebe. E këto plot për njerëzve shohin këta kontradiktore. Apo ti mëso, ti lexo, Allahu e ruan nëpërmjet teje. Allahu e ka ruajtur Kur'anin nëpërmjet hafëzave. Allahu e ka ruajtur hadithin nëpërmjet Imam Buhariut, Muslimit, Ahmedit, Abu Dawudit, to e ka ruajtur hadithin. Allahu ja ka mujtë edhe me bëj jashtë zakonshme, po ka dashur me bëj zakonshme. Shikoj Abu Bekri, s'ka thënë Allah i ruan fenë vet. Jo, ka thënë asu. Omeri janë të dek hafëza. Ka thonë, çish më ja bë me Kur'an me mbledh këtë me një vend? Omeri ka thonë, o Abu Bekr, po këta se ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çish më bëna? Ka thonë, ja kanë nisur i bë debat Abu Bekri. Ka thonë, po ama, kjo është mod domosdoshmëri. Janë të dek hafëzat. Shkojnë hafëzat, ka e dim na pasaj ku janë ajetet? Ka thonë, çka thu ta mbledhna? Thot Omar Khattabi, thot diskutuam derisa e pash se Allahu ja ka çuar një frymzim, çka është i saktë. Thot edhe unë u binda me ta. Atëherë më tha, thirrë Zeidin. Shiko, thirrë Zeidin. Ajo është i aftë për këtë punë. E kanë thirrë Zeidin, edhe i kanë thënë, kështu për e shoh në punën. Janë të dek hafëza. Ta kishmi shkruajt këtë me një vend, ta mbledhna me një vend Kur'anin. Zeid ibn Thabiti më njëherë ka thënë si doni më e bani punë, çka se ka bëu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shikoj se sa kanë madhe të këta njerëz. Pse pe ban një punë, çka Kur'anin më shkruajt. Ka thënë pse pe ban një punë çka Muhamedi sa më ka bë? Edhe kujt i thonë vëllazër? Ebu Bekri dhe Omerit. Ama ato Muhamedi sa më kanë pas mbi këtë. Po njëri se a mund ta paramendosh tash. Nuk ka kombe letë Ebu Bekrit me Omerit më thonë çishit e boti një punë çka s'bën. Ama argumentin e ka të fortë. Çish pe ban ti një punë ku Muhamedi sa më ka bë? Thot fillon tu ditë me mfol tash. Ebu Bekri Omeri kena nevojë, hafëzat janë dudek, thot derisa e pash rregull. Atëherë, mos jo pas ka çel juve Allahu, atëherë pe e pranoj. Thot Zeidi, vallahi, betohem Zotin. Me më pas thonë këta të ditë, qitë me që këtë kodër të piknena knena, i shkon me letë për muë se me morë mbledhjen e Kur'anit. Me e të buë, Kur'anin Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë thot e mbledhëm Kur'anin, edhe kum shku i kum mbledh kretë plakat, edhe ketë pi hifzi që kanë metë, e kanë qitë në Kur'an. E pas taj ka qenë kështu edhe i të buë në kohën e Omer Khattabit, e në kohën e Othman ibn Affanit. Shiko vëzër, këtu janë këtë sebepe. Të sebepe, Allahu gjej ka që sebepe. E ka inspiru Ebu Bekrin, e ka pranu Omeri, e ka pranu Zeidi. E në kohën e Othmanit vëzër, janë shkujt mushafët. Që mushafët që i kemi ne. I ka shkujt 5 mushafe,
edhe i ka dërguar në për krye qytete, edhe prej atyre mushafeve deri sot bëhen kopje harf për harfi Kur'ani Allahu xhelel xhelalu. Andaj merr Kur'anin te shtëpia, edhe këshira ati shkruan bir rasmi Uthman ibn Affan radiyallahu an. Çdo mushaf merr. Shkruan ati me shkrimin. Rasm do të thonë me ngjyrën, me bojën e Uthmanit. Mas 1443 viteve. Apo ki Kur'an ka me tyje harf për harfi. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala.